shoulders. Përshëndetje, mirë se erdhët në videon time të radhës. Unë quhem Silvia dhe besoj se shumica për jush që i shikoni videot e mia më ndiqni, por nëse ka ndjekës të rinj, atëherë falenderoj shumë nga zemra që keni klikuar këtë video dhe jeni bërë pjesë e kanalit tim të YouTube-it. Unë jam ulur këtu te salloni sepse dua që t'ju tregoj pak dhuratat e ditëlindjes. Por para se t'ju tregoj dhuratat, dua që t'ju falenderoja zakonisht shumë nga zemra për të gjitha urimet që më keni bërë në Instagram, sepse realisht keni qenë zakonisht shumë goca, të cilat më ka komentuar gëzuar ditëlindjen dhe gjithashtu kanë pëlqyer fotot që unë kam bërë për ditëlindje. Shumica prej jush më kanë komplimentuar pasi keni parë videon, sepse keni parë që fotot i kam bërë vetë në shtëpi me tripod dhe ishin kështu si mundet që t'i bëja fotot aq të bukura pa ndihmën e një personi, pra vetëm. Dhe siç e keni parë tek video, unë isha kështu bëj fotot dhe do të thonjë bë tortën, pra kam qenë super e stresuar dhe vërtet jam lodhur shumë, por më pëlqen shumë se si fotot dolën në fund. Kam dhuratën që kam marrë tek puna nga gocat e punës. Pak masë e madhe për mua, kështu që do shkoj tani tek dyqani tek Olsi që t'i ndroj. Edhe më pëlqen shumë çanta, lexon 30s, edhe është shumë e bukur, realisht më pëlqeu shumë. Edhe kartolinat brenda janë po ashtu me 30-ën. Është kështu 30 happy birthday, brenda normalisht ka edhe urimin, por nuk do ta lexoj sepse është personal. Edhe kemi dhe tjetrën e cila është numër 30. Ma këto kartolinat realisht më kanë pëlqyer shumë dhe kur ka qenë 30 vjetor, vërtet shumë i bukur, sepse çdo gjë ka dalë perfekte ashtu siç unë doja. Atëherë, këtu ka 4 veshje, të cilat 3 më duhet i kthej, por mendoj të mbaj vetëm njërën, e cila është kjo, po e nis direkt me këtë. Edhe kjo është për në shtëpi, për të fjetur, ndoshta për gjumë, por është shumë e mirë sepse është komplet pambuk, 100%. Edhe është bejsh dhe ka këto lulet e vogla, të cilat janë si në blu, si që pantallonat, por duke sikur janë dhe pak si më shumë në gri. Edhe mendoj se është një bluzë e thjesht, ta përdor si pijama, mendoj se do jetë shumë e mirë dhe më nitet fiks pas trupit. Bluza tjetër, kjo deri diku më pëlqeu, nuk është se më pëlqeu. Është kështu roz, është super e madhe, gjigante. Këto lidhset këtu lidhen, pra kapet kështu lart, dhe mund të përdoret shumë mirë në verë kur është pak freskët darkave dhe tash nëse do ishte masa ime do ta mbaja, por do më detyrohem që ta kthej sepse nuk më bën. Kjo bluza tjetër, të jemi sinqert nuk më pëlqeu, edhe për $30 më dhe sa vlet e fare. Edhe është thjesht një golf, është blu, i ka krahët të gjata, është prerja e gjerë, nuk e di, por nuk është se më pëlqeu aq shumë. Dhe të fundit që dua t'ju tregoj janë një pantallona, të cilat vijnë komplet të gjera. Okej, ku jeni? Por edhe këtu poshtë janë goxha të gjera, te mesi, tek pjesa e viteve përpara, pra kudo. Po mendoj t'i kthej dhe ndoshta xhinset thjesht do ndryshoj numrin ose ndoshta edhe modelin, nuk e di, por mendoj se do t'i marr një palë xhinse në varësi se çfarë do gjej tek dyqani, tek Olsi. Te kjo kutia këtu kam një varse me perla, e cila është shumë e bukur, nuk e kam bënë akoma, sepse kam varset e Floririt një qafë, dhe ishte vërtet shumë e bukur. Po mendoj ta vendos me fustanin e bardhë që të më vi nesër, sepse më kam bërë një porosit e Fashion Nova, të cilat ju do t'i shikoni nesër, sepse janë fustanet që unë do vesh për ditëlindjen në udhëtimin që ne do shkojmë. Kështu që ky vlog do jetë përgatitje për udhëtimin. Besoj se shumica nga ju e dini, pra personat e mi të afërt e dinë se ku do shkojnë, ndoshta disa për jush mund ta keni marrë me mend se ku ne do shkojmë, se do jetë një udhëtim shumë i vogël, nuk do të jetë diçka e madhe. Sepse ne nuk mund të bëjmë udhëtime të gjata, pra me ditë pushimi, as për mua tek puna sepse nuk kam ditë pushimi, po as Rajani tek shkolla sepse Rajani duhet të bëj 6 ditë mungesë gjatë gjithë vitit dhe Rajani deri tani që ne po flasim, që jemi në 11 mars, ka bërë 7 ditë e gjysmë, pra i ka kaluar atë, ka t'i kaluar normën. Dhe këtu ka një problem sepse përveç se duhet që të justifikosh, dhe ne kemi justifikuar me shënimin e doktorit kur Rajani ka qenë sëmur, madje për 2 ditët e fundit unë kam aty, do ta çaj nesër në mëngjes. Dhe mos u habisin nëse na vjen ndonjë ditë ndonjë letë dhe të na thotë duhet të paraqitemi në gjykat për të justifikuar ditët e mungesës së fëmijës. Dhe nuk e di nëse pastaj do kalojmë ndonjë summer school për të zëvendësuar këto ditët apo jo. Nuk e di se funksionon 100%, nëse keni informacione më thoni, nëse nuk keni pastaj ta marrim vesh bashkë gjatë eksperiencës tonë se si do shkoj deri në fund të vitit të shkollës. Te kjo kutia këtu ishin disa vatë edhe janë me fjongo. Unë i kam të vendosura dhe janë po ashtu me fjongo. Kjo kutia është e krijuar nga gocat, kutia ishte e bler, por ato kanë krijuar këtë pjesën këtu që e kanë prerë kutin, gjithashtu dhe pjesën që unë do nxjerr tani. Është shumë e bukur ideja se si e kanë bërë vet, pra kanë printuar këtë gjën. Edhe kemi këtë. Këtu janë të gjitha $1, edhe janë $30 në total. Okej, sepse unë bëra 30 vjeç. Edhe ishte shumë ide e bukur. Dhe përveç se këtyre $1-shve, e para është
$20 që edhe lexon Say Goodbye to Your 20s. E ka shkruar shoqet e mia, edhe këtë duaj që ta ruaj, edhe kam harruar që të bëj një foto të bukur për Instagram, sepse realisht më pëlqeu shumë si ide. Këto ishin të gjitha dhuratat që un kam marrë deri më tani, un po bëhem gati, në fakt gati jam, thjesht do marr çantën, do vesh atletet, edhe do ikim direkt te Kolsi bashkë të shikojmë se çfarë do marrim. Kështu që ne do shihemi bashkë tek Kolsi. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane, and as the light started. Nuk kam marrë këtë veshjet që shikoni këtu dhe fustane të ver edhe një fustan të bardhë dhe një bluzë. Kështu që unë po i provoj tani të shikojmë se si do rrin. Atëherë fustani i parë është ky me lule, mendoj se më ri shumë mirë dhe për në ver do jetë super. Dhe është goxha i gjatë, ka dhe këtë të çarën këtu. Mendoj se është cute, por do provoj edhe të tjerat edhe të vendos. Okej, fustani tjetër është ky dhe mund të them që më pëlqen jashtëzakonisht shumë, ka këto detajet këtu që janë të hapura. Edhe është i gjatë deri në fund të këmbëve dhe është i stil lëshuar si fustan me lule. Edhe mendoj se më pëlqen realisht shumë. Mendoj se më pëlqen më shumë se sa fustani i parë. Kitsi. Okej, fustani tjetër është ky, është i bardhë komplet, ka këtë pjesën si tip korseje, dhe pse më duhet një korse këtu për tek pjesa e barkut. Nuk është se kam shumë bark në fakt, por më duhet një që të më tregoj pak më bukur, më të mbledhur. Dhe ka këtë çarjen këtu, e cila është goxha e bukur, dhe me taka të bardha mendoj se do shkoj shumë, por nuk e di, nuk jam e sigurt akoma nëse do ta marr apo jo. Okej, dhe fundit është kjo bluza e shkurtër, e cila ka këto detajet e bukura dhe pjesa përpara dekoltes, por edhe këtu tek krahët. Edhe mendoj se ngjan super bukur. Kështu që janë lezetshme në fakt. Por mund ta veshësh vetëm për të dalë sepse është goxha e hapur këtu, kështu që se di. I've done this before you fall. I won't catch you, don't know I'm stalling, 'cause you love to have them all crying. Calling be sweet. Atëherë tani sapo mbarova nga Kolsi, ora është 7 të çerek, thot makina, se nuk e kam duruar, por është 8 të çerek. Da kam 2 orë te Kolsi, provo gjëra, kërkova atlete për rajonin të cilat nuk i gjeta, por do shpresoj që ndoshta e gjejmë në ndonjë dyqan tjetër. Këtë fustanit, të cilit ju e pa tek dhoma e provës, i cili ishte i gjatë për në ver, shumë i bukur, dhe nuk zgjodha atë të bardhin sepse më duk pak i të i dukshëm, edhe thash më mirë po marr këtë. Dhe ky ishte nga $40, ishte vetëm për 14. Domethënë ishte në super zbritje. Mora dhe rajanit një bluzë, është goxha e ngrohtë, është nga Champion, dhe më duket se ishte edhe kjo me zbritje, nga 32 ishte 11. Mendoj se me xhinse do t'i shkoj. Dhe 2 gjëra të tjera pastaj që mora, është një çokoladë me qume, sepse unë po vdes tani që ta ha dhe me lajthi. Gjithashtu mora edhe një palë kufje, të cilat janë për sport, pra kur bën ecje, kur vrapon apo për në palestër, sepse ato të voglat ato janë të mira, por këto kanë edhe këtë pjesën që kapet tek veshi dhe unë fakti mora më shumë për të folur tek puna, sepse kur flas telefon nuk dua që ta mbaj veshin kështu, se realisht kam pasur një dhimbje veshi të tmerrshme këto kohë të fundit. Edhe thash më mirë të marr kufjet, sepse ato që kam në shtëpi nuk dëgjohen, pra kur unë flas të tjerë nuk më dëgjojnë, që vendosa të merra këto të cilat ishin 13. Edhe shpresoj shumë që të dëgjohet dhe kushëria ime do më falenderoj nëse këto punojnë edhe mund të flasin për ditën në telefon pa na shqetësuar njëri. Atëherë të gjitha kushtuan $46, por unë kisha 2 kupona nga $5, kështu që shkoi gjithë fatura 36. Dhe mendoj se këtu do ta mbyll ditën për sot dhe ne bashkë do shifemi nesër kur të marrim pakon nga Fashion Nova. Shpresoj që fustanet të më bëjnë për kuqizoj gishta që tani. Kaq për sot, unë po e mbyll, po ju them natën edhe shifemi nesër tek dita tjetër. Natën. Hello nga dita tjetër e këtij vlogu, sot është dita e dytë e vlogut që unë po xhiroj. Unë tani sapo mbarova punë tek banka. Mua në datën 10 më ka ardhur një email nga banka duke më thënë të gjitha transakshena që unë kisha bërë nëse ishin të mijat apo jo, dhe 2 prej tyre nuk ishin të mia sepse ishin transakshena që ishin bërë në Kaliforni. Pra kanë tentuar që të më vjedhin lek në bankë dhe të më vjedhin të dhënat e kartës. Dhe vendosa që të vi tani në orarin e drekës te banka dhe më në fund e zgjidha, më dha një kartë të re banke, kështu që do jem më e kujdesshme herë tjetër se ku e vendos kartën nëpër këto websajte, sepse këto kohët e fundit e kam përdorur shumë kartën online edhe
Bëra gabim që mbylla kartën e TD Bank, po ndoshta hap një kartë tjetër të re që ta kemi vetëm për blerjet online. Kur vendosa titullin Tersi 30 vjetorit, e video e kaluar Oleni ishte qa ka ndodhur kaq ters për 30 vjetorin tënd që ty ta vendosje titullin aq të madh, dhe Oleni mendoi se unë egzagjerova, por jo, sepse Ryani në Osëmur me 40 ka pasur një virus stomaku i cili është quaj stomach bug këtu në Amerikë dhe i ka zgjatur për 4 ditë rresht. 3 ditët e para ka qenë me 40 temperaturë që i rritej çdo 3 orë dhe nuk i ulej, por unë jam munduar që ta mbaj më shumë duke bërë dush, pra bëj dush të vaska, çot e dhoma, pastaj ngrej prap temperatura, e bëni prap dush, gjithashtu një 2-3 herë ka vjell, pastaj pati dhe diare, domethënë ka qenë një 3 ditor shumë i keq. Pra i ka nisur që të mërkurën mos gaboj para ditëlindjes time, ka qenë ditën e ditëlindjes time, ka qenë të premten, të shtunën ka qenë pakës më mirë, po jo se ishte bërë plotësisht mirë, edhe pastaj të dielën ka qenë shumë mirë. Domethënë ka qenë një ters i papar. Edhe kjo e bankës tani që duan të më vjedhin të dhënat e kartës, plus edhe një problem tjetër personal shëndetësor që unë kam pasur, pra çfarë tërsi do më burri, unë nuk e kuptoj. Unë tani po iki shpejt tek Wawa të marr një sallatë të vogël ose një sanduiç, kam vetëm 9 minuta kohë që të shkoj te puna dhe di që do shkoj me vonesë, sepse te Wawa do ketë edhe radhë dhe më duhet pak 5 minuta që të shkoj, sa të zgjedh se çfarë do marr, dhe gjithashtu më ka ardhur pakoja nga Fashion Nova, fustanet e ditëlindjes më kanë ardhur në shtëpi. Mendemezi po pres pas pune që të shkoj edhe të vetë i shikoj dhe shpresoj shumë që të më bëjnë. Jam shumë e stresuar edhe pse tani nuk dukem. Edhe në mëngjes realisht ishte shumë keq, domethënë po më vinte inat që pse duhet të më ndodhin mua të gjitha këto. Okej, se fola shumë, thash jam vonë, po shtrova në muhabet, kështu që ne do shifemi pas pune. Okej, në erdha tek Wawa dhe mora një sallatë nga këto që është kështu Cezar, edhe ka të gjitha sallatën brenda, ka pulën, djathin, bacon, gjithashtu dhe salcën. Dhe do iki direkt në punë që ta konsumoj, pra nuk do ta konsumoj në makinë, sepse urrej kur makina vjen në ushqim, nuk ha ndonjëherë në makinë, shumë rrallë nuk ha në makinë. Më ka ngelur dhe karikusi kamerës të poshtë edhe nuk po vjen. Nuk po e tërheq dot, kështu që inshallah po kputet edhe kjo, edhe të mbledhim mendjen për sot. We got time on our side. We're in a state of home. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all. Okej, më në fund tani jemi në shtëpi, unë mbarova punën dhe sot jam lodhur jashtëzakonisht shumë, edhe pse nuk kam bërë asnjë gjë tek puna, por ndjeja një lodhje shumë të keqe dhe shpresoj që virusi që kishte rani te stomaku mos të na zëri edhe ne, sepse nuk dua që të sëmuremi aq pak për këtë fundjavë. Pas fundjavës tjetër pastaj le të doti çfarë të dole të sëmuremi, nuk ka ndonjë problem të madh se ta kalojmë, por duke qenë se kemi pronotuar hotelin edhe jemi gati për udhëtimin të shtunën, nuk dua që të sëmuremi. Unë pas punës shkova tek Gianti, shkova tek CVS dhe farmacia dhe mora disa gjëra të vogla. Ato tek Gianti nuk po ua tregoj sepse janë gjëra që unë i marr zakonisht, pra dhe po tregoj pak a shumë se çfarë mora tek CVS. Po nis direkt me letrat e koshit të mëdhajat. Këto nuk kanë asnjë gjë të veçantë, por këto ishin kryesorët që unë duhet patjetër t'i merrja sot sepse na kanë paruar. Edhe mora këtë paketimin e madh. Kjo ka 38 dhe ishte $10. Pra janë qese të mëdhaja. Kam marrë bojën e flokut. Unë përdor këtë, është në nuancën cappuccino, është numri 40. Dhe unë këtë bojën e kam përdorur që në fillim, pra kur kam kthyer flokët të kafe, pra të errta, pastaj nuk e di sepse ngatrova, në vend të merrja cappuccino, mora espresso, dhe espresso është pak më errët, pra është ngjyra që unë kam këtu tek majat. Dhe u habita që flokët më shkuan nga kafe në shumë të errët sepse mendoja se kisha marrë këtë cappuccino, por pasi lyva disa herë me espresso, në kuptova që kisha marrë bojën e gabuar, duhet të lyj gjithmonë tani me cappuccino në mënyrë që të dalin kafe tu tek rënja, sepse mua tani në momentin më ka dalë thinja dhe prandaj dua ta lyej sot. Kam marrë këtë gjitsin e thonjve, sepse normalisht do vendos thonjë para se të nisemi. Dhe kam disa modele thonjsh aty, por që duhet të zgjedh në varësi të veshjeve që unë do bëj. Kam qerpik falco, mora këto, nuk e di se sa të mira janë, unë një herë kam vendosur qerpik falco vetë në shtëpi. Kjo përveç se qerpikëve që ka këtu dhe tregon numra se si ne duhet që t'i vendosim, ka këtë pincetën e cila merren qerpikët dhe ka ngjitsin e qerpikëve dhe removerin. Shpresoj që të jenë të mirë edhe unë të arrit të vendos kollaj edhe të më shkojnë, sepse problemi i madh me qerpikët është që mua nuk më shkojnë shumë të egzageruar sepse kam fytyrë të ime. Të paktën me sa më kanë thënë. Mora edhe këtë rimelin e Elfit.
Sepse po mbaroj të bjeri me që kam dhe thash po marrë këto. Unë përdor make-upet të shtrenjta, siç e keni vënë në përgjithësi, kështu që kur të filloj të marr make-upet e shtrenjta, do të filloj të marr një nga një. Mora ato katë peceta të cilat janë për hundët edhe për fytyrën, dhe këto na kishin mbaruar. Na kishin mbaruar edhe pambukët e fytyrës për të hequr make-upin. Këtu kemi gjën më të madhe dhe më të bukur që duhet të tregoj që është nga Fashion Nova. Të shikojmë tani bashkë se çfarë ka brenda. Unë e di se çfarë ka, por të shikoni edhe ju. Dhe motra ime tani mezi po pret që unë t'i tregoj se si do më qëndrojnë këto fustane. Sepse nuk e di, këto blerët online nuk i kam aq shumë qef, sepse duaj që produktet t'i provoj, t'i shikoj se si do mbërrin në trup, edhe nuk duaj që ti marr t'i zhgënjej dhe përtoj shumë që t'i kthej më vonë. Dhe nëse kam bler ndonjëherë online dhe më kanë dalë jashtë pritshmërive të mia, nuk i kam kthyer, por thjesht i kam mbajtur aty dhe pastaj kam dhuruar dikujt tjetër, kështu që. Okej. Ky është fustani kaf. Ky është fustani gjatë. Këtu kemi fustanin tjetër, i cili është i bardhë, shpresoj se kemi gabuar me masat. Dhe këtu kemi një diçka tjetër të vogël. Në momentin që do bëja porosit të Fashion Nova, kishte një tip oferte që quhet BOGO, pra nëse ti merr 2 fustane apo 2 produkte të ndryshme, paguan vetëm për çmimin e produktit më të madh dhe tjetrin e merr falas. Kështu që unë pagova vetëm fustanin e bardhë dhe tjetrin kafin e mora falas. Por nis direkt me këtë gjën këtu, e cila është një korse. Unë doja të merrja ngjyrën besh, por nuk ishte masa, kështu që mora këtë të zezën. Që nga Fashion Nova, edhe duken kështu. Nuk kam marrë masën S, mos gaboj. Po masën S dhe besoj që kjo të më bëj, por nëse nuk më bën, do më shtrëngoj aq fort, pra do ma mbledhi belin aq shumë sa do thoni pastaj Silvia ka bërë Photoshop nëpër foto. Por jo, është korseja. Mos ka përdor ndonjëherë korse në jetën time, kështu që thash pse jo, me që kemi vetë çikbar këto kohë të fundit ta përdorim. Fustani tjetër është ky i gjati, është masa S, edhe ky. Është materiali holl, më sa ri të kuptoj. Okej, ky po më pëlqej ka shumë, është komplet i gjatë deri në fund. Dhe prandaj doja të gjatë, sepse tani është dimër dhe dua një fustan që ta kem ta vesh kur të dalim para dite, që janë kërka super i bukur. Ka këtu para këtë prerjen, disa ri të dallohet, por ka këto prerjet këtu, shumë të bukura. Edhe këtu vjen si derdhur para tek pjesa e barkut, pra ka këtë pjesën kështu. Nga mbrapa është kështu. Mendoj se do më bëj dhe do më rish shumë bukur pasi të ke vendosur korsen, por nëse kjo korsea do duket te ky fustani, atë do detyrojmë të marr një bezh, por realisht më pëlqeka jashtëzakonisht shumë. Unë nuk do t'i provoj sepse ti shikoni tek udhëtimi kur të shkojmë, do t'ju lë një foto këtu se si duket tek modeli i veshur. Që është shumë deri tani shpresoj që të më rri aq bukur sa duket edhe fustani, pra të më rri bukur dhe mua. Të hapim tjetrën. Në për këtë jam shumë emocionuar se është pak sa më i veçantë, është për darkë dhe shpresoj shumë të më rri sepse motra ime ka marrë të njëjtin, por ka marrë masa S dhe më tha që Silvia merr më sepse është pak më i shkurtër ai që ka marrë unë edhe dua që të rri mirë. Do të më thotë që unë jam më shëndos se ajo, më sa duket. Se më i gjatë nuk jam, ajo është më gjatë se unë. Tani, qërkërka një dashuri. Qërkërka super. Shpresoj që të më bëj. Ka këtë pjesën këtu ana që është pak si shtesë, pra përveç se këtyre rrudhave që ka këtu në fund, ka edhe këtë detajin këtu. Atëherë, këtë mund ta vendosësh tek pjesa e qafës, ndoshta mund ta lësh të lëshuar nga ana e krahut këtej, do ta mbash si strapless. Te pjesa këtu nga brenda ka këto si ngjitse, të cilat nuk e lejojnë fustanin që të bjeri. Nga mbrapa është me zinxhir, dhe kjo është një gjë shumë e mirë, sepse po të mos ishte me zinxhir, pastaj do ishte pak ndoshta vështirë të vishet. Edhe detaji këtu është kaq i bukur, pra. Ky do qëndroj kështu anash, mendoj se do ta mbaj. Edhe un kam takat e bardha Calvin Klein që mendoj do shkoja zakonisht shumë, por unë nuk e di, jam shumë emocionuar. Më pëlqen shumë të jashtëzakonisht shumë të dy. Edhe mërziten ndonjëra shumë me veten time, sa them, ke kaq shumë websajte të mira këtu në Amerikë që mund të porosisësh veshje, që mund të bësh gjëra shumë të bukura, që mund të dalësh, do thënë pafund gjëra që mund të bëhen këtu në Amerikë. Edhe mua më duket sikur kam ngelur akoma tek ajo Saranda e vogël, ai qyteti jon i vogël, edhe që nuk ke mundësi të bësh shumë gjëra, sidomos tani në dimër, se në verë këtu në Amerikë dalim. Edhe më vjen shumë inat me veten, pra duhet të mësohem që t'i bëj këto blerjet e bukura online, si për shembull këtë fustani, mund ta gjej në dyqan, por edhe i gjej edhe se gjej, ose mund ta gjej me një çmim. Unë këtë kam marrë 49, mos gaboj, çmime do t'ua lë këtu edhe fotot. Edhe mund të gjesh me çmime jashtëzakonisht shumë të shtrenjta, ose mund të gjesh modele jo shumë të bukura, siç unë kam shkuar tek TJ Maxx dhe tek Olsi, që pothuajse nuk gjeta asnjë gjë. Pra të fustanin e zi që mora tek Forever 21, te HM-ja që s'kishte fare. Pra, siç mund ta kuptoni këto fustane të pak më të bukura kështu mund t'i gjesh tek Zara, por tek Zara kanë edhe çmime pak
të shtrenjta, por edhe nuk ja vlen çmimin me materialin që kanë dhe janë modele paksa. Ndoshta nuk e di, ndoshta mua nuk më pëlqen shumë stili i Zarës. Por po, do fillojmë ta praktikojmë këtë gjë, do hapim edhe një vinted bashk, sepse dua që të filloj të shes disa nga rrobat e mia. Fillimisht do nisi të shes ato gjërat që nuk dua dhe pastaj ndoshta filloj edhe shes disa gjëra që i kam veshur disa herë edhe nuk dua që t'i kem në garderobën time, sepse për shembull një xhup që e kam boqiell të gjatë, okay, ai ishin ngrohtë, ishin mirë, por kam 2 vite që e kam tashmë, kështu që besoj se i ka bërë ato ditët e perëndisjes dhe unë, edhe ka ardhur koha që ta shesim edhe të marrim diçka tjetër që të shtohet në garderobën tonë. Do mundohem që të qëndroj tek këto baziket, pra tek besha, tek e zeza, tek e bardha, tek këto ngjyrat paksa neutrale dhe jo shumë llojshmëri ngjyrash. Po shpresoj që këto llogje t'i shijoni shumë, edhe pse unë mundova që të bëja pak një prank të vogël Oleni tek vitet e kaluar, edhe shumica e gocave kanë qeshur me lot, se mos kur Oleni më ka thënë o vlla, kujdes o vlla, se si më ka thënë diçka e tillë. Por ne jemi nga jugu, kështu që e përdorim si shprehje, edhe në mos kur burrat bëhen me nerva, bëhemi jo vllaçko, po bëhemi kështu dy vëllezër që s'dihen me njëri tjetrin. Atëherë nuk e di se çfarë do të tregojmë për sot. Unë duhet të filloj tani të sistemoj pak shtëpinë, të gatuaj, të bëj këto gjërat e domosdoshme që ka shtëpia për të bërë. Ju lutem nëse keni një ide se si mund të vi dëshira për të gatuar, thoni, sepse realisht mua ose më duhet një njeri të vi të më gatuaj në shtëpi, ose duhet të filloj të gjej gatime që nuk duan shumë kohë të bëhen. Domethënë stresi më të madh që kam tani është gatimi. Sa herë që vi në shtëpi vi me stres e them çfarë do gatuaj. Domethënë nuk më vjen as të gatuaj, nuk më vjen as të ha, dua diçka, po ta ketë gatuar dhe një tjetër e ha, nuk është ta ha, por ta gatuaj vetë dhe pastaj ta ha, jam kështu si e përtuar, si e lodhur, nuk më vjen për asnjë gjë. Po është për punë shtëpi dhe për pastrim, e dini që unë jam gjithmonë këtu gati për juve. Po është për gatim pastaj, më sillni ndonjë njeri, më sillni mamin tim të më gatuaj, edhe t'i gjej gati kur të vi nga puna. Se po bëj shaka se mami nuk është vetëm për gatime dhe për punët e shtëpisë, mamin tim e dua shumë, dhe më ka marrë zakonisht shumë malli, dhe kam harruar që t'i them që unë jam bërë me nip. Parashikoj që nusja të lindte në datën 15 mars, pra rreth asaj date, por broi, i cili është nipi im i voçkël tani, vendosi të lindte ditën e ditëlindjes time, pra vendosi të lindte në 6 mars. Dhe atë ditë që më ka shkruar të mami, që më ka uruar për ditëlindje dhe 100 edhe gjithë urimet e bukura që një prind mund të bëj, më shkruajti mesazhi tjetër ishte Alta lindi djalë. Dhe unë isha seriozisht, nuk po më besoj që broi lindi në një ditë me mua. Madje unë nuk e dija dhe emrin akoma se si ja kishin vendosur çunit, sepse vllai më nisi një listë me emra për çuna, pra që unë të zgjidhja ndonjë nga ata, por duke qenë se mbesës Orielës, e kam zgjedhur unë emrin kur ka lindur, vendosa që këtë radhë të bëja sikur nuk e shikoja atë listën dhe nuk e kam kthyer fare përgjigje vllait, sepse thash nuk dua të marr pjesë këtë radhë, të vendosin ata se çfarë të duan. Dhe emri pastaj ka zgjedhur Oriela. Kështu që ishte një gëzim shumë i madh për mua dhe mezi po pres që kur të shkoj në Shqipëri të takoj brorin e voçkël edhe po vdes që ta shoh. Edhe atë, edhe dartin, orin, të gjithë. Nga marrë zakonisht shumë madhe për familjarët. Edhe ditën e ditëlindjes tha që Rajni ishte sëmur dhe ne kemi gdhir deri në mëngjes për një 3-4 ditë rresht. Pra kemi fjetur pothuajse fare, shqyr Zoti që kishim ndihmë edhe nga vjera ime. Mami Olenit, e cila qëndroi me ne edhe për Rajanin për pjesën e ditës, edhe për gjatë natës, sepse ne duhet të shkonim në punë. Kështu që falenderoj zakonisht shumë nga zemra dhe për pjesën e gatimit dhe di që në çdo moment ajo është pranë nesh dhe shpresoj që dhe ne t'jemi gjendur asaj pranë sa herë që të ketë pasur nevojë. Dhe ndjem shumë e fat që i kemi kaq afër edhe që janë aq të mirë. Kështu që i falenderoj shumë nga zemra. Edhe po nis direkt me pastrimin, gatimin, Hirushka të kthehet në detyrat e veta të shtëpisë, në të kundër pastaj i bie që dhe nesër të jemi në këtë gjendje që jemi sot. Kështu që action. Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? It's the end of the weekend, but I still wanna turn up. Yeah, I still wanna turn up. All I want is to go again, but you ain't picking your phone up. Why you messing my head up? Any night, any day, let me take you away. All I need is just saying yeah, 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 yeah. Better nights, better days, when you're here with me, babe. Cause you're all that I crave, so I wonder, where are you? Where are you? Where are you? Don't hide away from me when I need you most. We got love guaranteed, and I have to know, say, where are you? Where
when you're ready, 'cause I made reservations. Unë sapo i mbarova të gjitha punët që kisha për të bërë, e gjithë kuzhina është e sistemuar, e pastër, gjithashtu edhe salloni. E vetmja gjë e papastër në këtë shtëpi jam unë, por për pak kohë, sepse tani do bëj vlogë, do t'i lyej me bojën që mora në drek tek CVS-i. Atëherë po mendoj që ta mbyll këtu vlogun për sot. Shpresoj shumë që ju ta keni shijuar. E di që mund të jetë pak i shkurtër, nuk e di sa minuta do dalë sepse s'kam edituar akoma, por ideja ime ishte që ky vlogu të ishte i shkurtër para videos së udhëtimit, i cili ndoshta do jetë pak më i gjatë dhe unë do të tregoj gjëra shumë të bukura, sepse di që këto videot e fundit keni parë vetëm për ditëshmërinë tonë, por prandaj janë edhe vlogjet e përjavshme në mënyrë që ju të shikoni se si është përditshmëria jonë edhe se si është një jetë normale në Amerikë. Mos mendoni se ne në Amerikë bëjmë çuditëra apo ju në Shqipëri bëni çuditëra, por në përgjithësi njerëzit kanë të njëjtën rutinë. Thjesht mundohemi që të shfrytëzojmë pak të fundjavë për të dalë. Dhe mos harroni gjithashtu që të bëni subscribe, më bëni dhe një follow në Instagramin tim do ta gjeni këtu, sepse do ta merrni vesh më përpara se ku do shkoj për të festuar ditëlindjen. Gjithashtu aty postoj edhe video të përditshmërisë time, dhe nuk keni pse të prisni vlogun për një javë që të shikoni se çfarë un kam bërë pra gjatë gjithë javës, por mund ta shikoni shumë kollaj në Instagram. Kështu që unë falenderoj shumë edhe një herë nga zemra që keni ndjekur këtë video, dhe ne bashkë do të shihemi tek vlogu i radhës, i cili do të jetë nëse dini vendin se unë ku do shkoj, atëherë komentojeni poshtë. Kështu që paçim. Shumë puthje dhe përqafime. Nathan! Talk to me nice, talk to me honestly.